shoku të morë. Që është kjo pike zezë me ju? Ka zyrë shoku të morë. Pos më prej talli për zyrë me motër. Shko, mori, se akoma nuk është zbardhur. Hajde, orë Zalo, hajde. Ma bëj ka but ke qenë Zalo se të erdha që më saba. Me shëndet si mije. Vetë, djali, mirë. Mirë, faleminderit, mirë, po ti si je? Nga ura vjen kështu? Jo të ke qenë Zalo. Kam 2 ditë që kam ikur nga ura. Po pse si shkojnë punë të ndaj? Mirë, mirë. Por unë mora lej. Kam një alë që s'po më mban vend jo shoku të morë. Më jep 50 kile misër. O më jep, o më vra. Të them ama është pak. Po mos më lut kështu. Hajde yrë të pish një kafe. Pi një froto, më thuaj. Kanë 2 ditë që fëmija s'më kanë vënë një kashap në gojë. Më jep 50 kile misër, se Zalo më kej se sot se ke parë kur o shoku të morë. Shko në depo të krakipi. Dhe pastaj të kura, Zalo. Ti e dina duhet shpejt. Ta ta qa borç. Sa ta qoj buk në shpije dhe të kura e ban frymën Zalua. Jërë në lënë të ri, ne fshat arsia keqe kemi shokë të morë. Një ta kem që ishin mirë, ata mirë janë prapë. Beu bejqe dhe bej mbeti. Do t'a gjejnë dhe ata të vetën, orë Zalo. Do t'a gjejnë. Po kur? Do t'a gjejnë, mos u bëj merak. Po shko, more, tani se na bëri Gomario borin me bajka. Po plesh, moj motër, plesh. Po si. Mirë, moj, mirë. Po që mundove? Asgjë, more, birë. Pije se të bën mirë. Faleminderit. S'ka gjë, more, birë, s'ka që. Nuk të lenë rehat, more, birë. Ç'është ky avas? Kanë hale, moj kalije, zvin nga e mira. Hale, po, sytë nuk i kanë në balë? Ti ke hale për vete. Unë gritë goni? Ja tani do t'a zgjaj. Ti bëj pak të rana? Jo, faleminderit. Ja po bëj vetë, tenxhere në zjarë kam. Po sa herë kam thënë, more birë. Po të kesh në një gjë, na thuaj neve. 2 gra jemi. Nuk na rëndon asgjë. Mirë. Faleminderit në kalije të lumshin duart. Të bëf të mirë të ke qenë në. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bi. Mirëmëngjesit ata. Goni. O, Goni. Ciao, Ece.
gazetën Bashkimi, merrni gazetën e sotme, merrni gazetën Bashkimi. Do të më marrësh deri në kantierin e Urës? Zoti Ali, dëgjon apo të është qarda ullja e veshëve? Do të më marrësh gjerë kantierin e Urës tashë? Amore Rust, shko pret aty. Ja që të më qoj zoti Ali gjerë në kantierin e Urës. Si thua, komandant, të më qoj? Më horë të të qoj sa tëmë ti pëlqas. E pra, atë theme dhe unë. Miru pafshim, Rust. Miru pafshim, komandant. Apo qka ca koltu këtë botë ky? Po të thashore nuk të marrë. Profesor dashkëti, ikoj që në karocët të pëjnë. A pse me karocë, zoti Ali? Me mirë me makinën tënde. Si thua, do të më marrësh apo jo? Po që ke qëti që më tjërë. Interesant. E more komisht me lesh. Do të më shpjesh në kantieri Urës e do të më sjellësh përsëri. Ndryshe nuk të ndajem unë. Po kam një punë me urgjencore, merr vesh ja nuk merr vesh. Do të më marrësh se s'ben. Rabbi zele. Presente, Shokut Omar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më falni, mos erdhi gjë Shokut Omar? Po, erdhe. A ka mundësi ju lutem t'i thoni se kërkon Rezbat Vraha? A deri nga dreka, zotë Rezbat, si gjithë tjerët. Pashtu e kam një punë. Shokut Omar, Rezbat Vraha kërkon dakot me ju. Po, i thash, po, ashtu kam një punë, më thot. Mirë, si urdhën. Besim, që lap të Shokut Omar? Ju faleminderit. Hyre. Po, kisha dy fjalë vetëm me ju Shokut Omar. Në qoftë se ka mundësi. Fasi. Po, si t'ju them, ashtu kot Shokut Omar. Doja t'ju jepja diçka që e gjeta fare rastisht në albumet tona. Është një kujtim i juaj.
E mbani mend shoku të morë? Atere më 1938, kur erdhët në ferm. E kisha larë që kuri këtë fotografi, po nuk më kishte rënë rasti tua jepja. Gjalpri, Tamar! Gjalpri! Tamar! Gjalpri, Tamar, Gjalpri! Çka për baki? Gjarë. Thite shumë. Shtygoje. Shtygoje. Dori, vieni. Dora të keqen, Salva, Dora. Shtygoje shumë. Vieni. Dora të keqen, Salva. Me shë punë për doktor që më në bish. Vieni. Më shikoni djali. Mos ti me rakë, vieni. O i kadë, mermani remacionin në shtëpi. Mirë. Greu të morë. Rëmbenuse, djalit. Hajde, shpejt. O zoti Rezbate, në ndimoni o zotri, së në ka gjetur njata, atë keqen. Aman zoti Rezbat, na i ka kafshuar Gjarpri këtë nusen dhe pëna mbaron. Që mërkulli që janë ka. Në ndimoni o të keqen, mos keni në një gjilper, anë i qytet mos e qojma. Këtu nuk kemi ilaçe për këtë punë. Na bërni në i dërman, na shpëtoni ka krya. O Lili, merë kaloshinën të qosh një të sëmur qytet. Bëmë të shmundëm atere që ta shpëtonim, po të s'kethëm. Shkreta. Tjetër, zoti Rezbat. Ç'kishit ju që kërkonit një takim me do e mos me mua? Po, si t'ua them shoku të mor, shtëpia jon i ka dashur dhe i ka ndihmuar njerëzit. Kërkojmë të na ndihmoni që pushtet i ri t'jeti drejt me ne. Pse, pas ka bërë në një gjë pa drejt pushtet i ri me ju? Na kanë shtetëzuar çiflikun dhe fermën e lopëve. Po ne nuk jemi si Vriona, dhe si Behir Bej Vlashoku që u bë bashkëpunëtor i Gjermanit. Pastaj, njerëzit e luftës, ne i kemi ndihmuar. Shtëpin, Latif Borës, ne ja bë. Se dhe ai për të Shqipëri luftoj, prandaj dhe Gjermania do gjithë dyja. Pastaj, edhe juve, kemi vendosur t'ju ndihmojmë që të bëni një shtëpi si që duhet ta keni. Kush juve, zoti Rezbat? Ne, bashkë me tregtarët e qytetit. Filantropët. Si mund t'ju them, më në fund edhe ju keni nevojë të jetoni si njëri me jetimin që keni. More, kush u ka shtrirë dorën ju, që pas keni vendosur në ndihmoni? Ne keq kemi qenë edhe më parë. Serët atëre toshit na shtëpije, na pasuri. Përse e bëni tani këtë gjë? Kur që ki bërë ka gjë bujarë, xhanëm. Po ne shoku të morë menduam
Dëgjoj këtu, dëgjoj. Ti më thua, më jep fermën e lopëve dhe çiflikun dhe ne t'i japim një shtëpit. Ç'kujton? Se bëjmë tregti këtu? Për ç'njeri më ditë keni mua? Çiflikun dhe fermën i mori populli, e jo Tomorgjika. Shkoni dhe ja kërkoni popullit. Po t'ua jap merrini. Po ju e dini që populli ju tregon grushtin. Hajde, qërohu këtej me gjitha të shtëpinë tënde. Shko të marrë, po? Qërohu të thash, edhe mos guxo të vish më tek unë për gjërat këtilla. E qartë. Pardon. Po unë dërshmërisht për të mire kisha. Si dole? Qysh? Nuk të dha asnjë shpresë? Më nëzori javë si qenë. Të shpresë në dha. Gjithë shka është erkot. Ne po na merr lumi. Një shprehje me që thot, ruaju nga zëngjini i ri. Kurse unë do të thosha, ruaju nga nëmpunësi. Mos e ngre zërin, kam dja gazë që në belansat, vete për dhe jam qeni. Shkova, haj miru pafshi. Miru pafshi. Ajo për ty! Dino! A presor para! Hërç! Po frynere keqe, avokat. Qeveria e Tiranës nuk pranoi të zbarkojnë ushtarët anglezë në portet tona. Kuptim si t'i ruajmë fortunës dreqit amë. Mirë, po qeveria angleze çfarë thot? Apo i bën peqe qeverisë Tiranës? Të shoj. Nuk janë kaj të thjeshta këto punë, zot jam di. Unë po dal. Tani gjithë shka që bëjmë në binë si për keq. Do me thënë kërë sekretari ynë nuk merë pyk fare. Merë një lloj pyke. Po, kur t'i vi koha? Sekuestrit! Visë na erdhën. Po si e more kryetari pushtetit? Si dukesh, shumë mirë. Si po të shkojmë punën? Po mirë. Ha? Tani sikur po m'del Afrika. Ti frik? Dëgjoj, mos ma thuaj më këtë fjalë se flasim ndryshe pastaj. Ha? Po, për ndera Sekuestrit nuk pas ka qenë lehtë. Pas ka patur 1 myçkla kjo punë. Po pse si ke kujtuar ti se do të ishte fush me lule? Për asnjërin nga ne nuk është e lehtë, po do t'i bëjmë gjithë ama. Shokun të marr, këtu e kemi? Bashkë po ju prisnim, po ashtu i dolin punë tani u pret në zdyr. Po mirë shkojmë atë. E pim një kafe një herë? Ta pim thua? Po mirë, nuk e ke keq. Dyqanet i pas keni bosh. E fshejnë mallin tregtarët, që të rritin çmimet dhe tregu të zi. Po ligji i rekuizimeve ç'bën? A e vën zbatimi juaj këtë ligj? Vendosëm monopol e shtetit për grumbullimin dhe shitjen e dritit. Kemi nxjerr disa urdhëresa, po vështire kemi. Po mirë më shoku Skënder, po duhet rrepsi më e madhe për zbatimin e të gjitha urdhëresave që nxjerr pushteti. Kjo është me rëndësi të madhe. Atëherë nuk do të jetë kaq e vështirë sa thuat. Nëse do të bisedojmë për gjitha këto.
Atë kafen hen ka e kemi. Ja, jo atje. Që bërë më shumë, mare, papa? Po, shërëtorët ku janë? Po ikëm më shpetës, demonstrojnë. Mirë, shko në shtëpi dhe kjecë. Po, lema për kohë në. E kështu duan ta. Ropto është në ngorës në punë. Po ti nuk e zënë kur punë me dorë? Ja, zura tani. Në pleqeri. Dita zë shokulativ. Shio, mali. O, mirë, ja, shu, ekstra fare. Vemi, im në një. Kula. Tani të rëzidhur dora, se në parke qënë zinkuni masti dreqë. E po, më parës para e ikja vetë të turuar, shokulativ. Po tani jëmë shove, ha? E po dojë mos nga helmet që të morën qiflikun dhe i ratet. E jo, zot, shokulativ të atë. Mirë, po i këtë lavë. Hajde gëzuar. Gëzuar. Gëzuar e të patë që mo shokulativ. Të kejgjë. Popull shqiptarin i dhe ju me lere. Hajde, pilo e me tajgjën e, ne? Hajde një mor ju. Hajde një mor ka orët e terit, hajde një. Shefit, o shefit, o bjene të meze të mori treki të mori, që ke këta zor shëjtani? Maja. A, mor lafshov, si u shkon trektia? Ku ka trektia, shokolat? Trekti i thenç, sa për mbajtur frymin gjallë? Si tregoni këmbës si gjarë për ju tera? Po bëni shqyqyr që su përzit me Gjermanin se për ndërja me këtë kohë bure dhe të kisha shkuar në plumë të gjithëve. Hajde gëzuar. Gëzuar e të parë që më zëtë me shokulativ, do me thënë. Majde morali, mbush edhe një gotë. Hajde more ju, pini ma në nakës. Demokratike e Shqipërisë! Komandanti përgjithshëm general kolonel Enver Hoxha! Shqipëria
Francisco! Kemi demonstrim që është. Vërtet kemi edhe 2 gazetarë anglezë. Vetëm sot demonstroni? Jo, kote punë njerëz të dalin botuese çdo ditë. Shumë të. Duhet patur kujdesi dashur të marrë. Punët janë tepër delikate. Anglo-amerikanët përgatisin kurthe. Armiqtë e brendshëm po organizohen që ta përmbysin pushtetin popullor. Disave u marrin anën dhe me të mirë. Por si shkon ai Latif Bora? Latifi e pash tek po vija, prandaj po të pyes. A nuk po ja fërkojnë krahat pak si shumë borgjezët e tij? Si të them? Bët kaq mirë që erdhët. Kisha shumë nevojë të bisedonin për disa gjëra. Edhe mua kështu më duket. Dëgjoj. Komiteti qendror më nisi me porosi që t'ju kritikoj për disa lëshime që keni bërë. Raporti që keni dërguar kohët e fundit na bën të mendojmë për gjëra serioze. Si është ajo puna e tatimeve për fitimet e jashtëzakonshme të luftës? Po, Komisioni i tatimeve, si e shqyrtoi këtë punë, ishte i mendimit se udhëzimi qeverisë për këtë çështje nuk i prekte tregtarët e qytetit tonë. Ashtu? Udhëzimi ishte për tregtar të mëdhenj si ata të Durrësit, të Tiranës. Kështu je i bindur edhe ti? Të them të drejtën, ne caktuam Latif Borën kryetar të komisionit dhe e pjetë mendje. Po si ishte mundur të pajtohesh ti me një vendim të tillë që nuk taton asnjë nga tregtarët e qytetit? Jo, shoku Tomo. Ky është oportunizëm e rrezikje të mëdha. Edhe ju bët gabim që caktuat Latif Borën kryetar. Menduam se e një mirë këto punë, prandaj. Po unë pa ta thënë se ati po ja merrnin krah tregtarët, qysh atëre kur i dha ndihma për t'i ndërtuar shtëpinë. Edhe nuk po heq dorë nga gabimet e vjetra ai. Kujton se lufta u bë që t'ikin ca beler dhe të vinë ca beler të rinj. Edhe mua borgjezët më ofruan një shtëpi. Të mos isha në këtë vend që jam, për nder do ta kisha vrarë qenin. E pra, ata i bëjnë sapet shumë mirë. Kërkojnë të kompromentojnë sepse vetëm kështu mund të mbahen gjallë.
E çfarë? Me qëndrime të tilla do ta forcojmë pushtetin popullor ne? Jo. Në asnjë mënyrë jo. Dëgjoj domosdoshmë. Në mënyrë të prerë vendimi i komisionit të mëparshëm të nxjerrjeve të papërshëm. Të ngrihet një komision i ri dhe tatimet të vihen sipas predispozitave që janë caktuar. Për këtë u morën vesh. Tani le të kalojmë një çështje tjetër. Në kërkesat e fshatarëve për tokë, Komiteti Qendror kërkon t'i hartojë një raport të hollësishëm për fillimin e reformës agrare. I kemi punët e shpejta të madhe dhe nuk na pret kohë. Sipas porosisit që na pa të dhënë, unë i kam nxjerr disa shënime. Ajo puna e Bunat Saliut, si rezultoi? Ne u dërguam raport. Dakor, po ndonjë gjë plus. Ka dalë nga dimri me një grusht kriminalësh. Tani kërkon të mbledhë dhe të organizoj bandën. Kemi rënë në gjurmën e tij. Dha për delë. Si orran, shpejt. Timore. Sol Lili, na shtrokonak. Kush je ti, moj? Këtë fala nga Bunat Saliu. Ka njeri brenda. Zotë Perëndi. Ju qenë ki vërtet. Sa po ndjeva që më lidhën qënd, me njerë mëndet e ti më vajti. Misiri i bëm këto punë, thash, as kush tjetër. Ku është Bunasi? Marë po ka njerin këtë shpik të më thuaj. Jo, veç të mit janë. Mos e bërë dje me komunistët e? Me komunistët nuk bëhet sol Lili o Bunasi. Po, urdhroni, hajdeni. Kasëm, edhe ti Ramazan. Jarkoni shtëpinë dhe miza mos lëvizë. Ju të tjerët, futuni brenda. E umare sol Lili, më dinje të vdekur, ha? Mos e dhem të zoti. Po, u bën kohë që nuk të kam para, Bunas. Pas ka hyrë data. Të dritesh. Dhe ti u drite. Por dhe frikësht. Nuk ta bën të gjatë këta, jo. As ke frikë nga komunistët ti bësh konak Bunas Saliut. O Bunas Saliu, o Gjani sot Lilit, më të me përters këto fjalë. Se diu se çfarë them. E po në të sëmbës qoftë. Nuk kam frikë. Hajde. Iq na u dhe shtrokonak. Ja të kam gjetur Bunas Saliu.
Këtë shëndet të pare pi për ty. Të paçi me jetë e me ymër. Dhe u bëft si na e do zemra. Sollin e ke mik për kokë. Në një llaf që i shpëton, mos ja vëre. Ja pra, shëndet i parë me fund. Hajde gëzuar. Hajde gëzuar. Tani i tyti si i thonë, Bëri dasëm dule shyti hengri vetën e shta pyeti, e ka për shokët e tu. I paçi për jetë. Tiroj fëmijët e shka në shtëpi dhe u hapsi në përtocë. Hajde gëzuar. Më të lumt. Tani i gjete fjalët. Me shta dini të gjithë seni këtu. Puna Saliu nuk kanë për ta kapur të devur. Se puna Saliu nuk dehet kur. Në do këndise me këtë fjalë. Në shtëpinë e Sollëlilit nuk e gjen gjë puna Saliu, sa ti tjeta? Pijeni pra me fund. Për këtë djalin. Ushtari puna Saliut në luftë kundër të kujvet. Apo tremesh, mora bispiq. Jo, se puna Saliu nuk ka një mi i kraj që të ruej nga komunistët. E farën tuaj po e kërcënojnë, e po e zhdukin fare. Atëherë do t'i bini kokës me grushta. Po kam mbaruar me të leja. Në doni ndere ka ta ndi lëvisni, lëvisni! Ne të bëjmë shumë. E do të tregojmë vendin komunistëve. Lëkuar për të udhe të t'i bëjmë. Ta dini. A more të djallë. A je gati të vish me mua? Merre. Merre. Është i mbiraj, dhe nuk më turpran. Do të vi, se kam një gjak për të marrë. Ta ti më vlaj. Mos më kujto silit vërtikër. Bron pra. Me fund. Që nesër nësa bashkë në komandën e divizionit e lejmero për mua. Së që kisha më brem Buna Saliun me 7 vetë. Erdhen me forës, thoi. Më morën edhe një djalë. Po si ta bëj këtë, more Bunas? Nuk fshihet minar janë thesë. Ne të kemi marrë të birë. Më mirë shkoj e thuj u vetë. Po të thënë nga jam bajten, andej nga pyet e gjina rukës, thuj. E të mira. Për djalin mos kime rak. E të mira. Zdi si t'ja bëj me Sulo Zenelin? Pse? Më tha se më pret në shtëpi. U banuam shumë. Dhe gjo ham me shtë ndodhet e kun. Ajo. S'ke ku e gjenë Sulën këto? Sulën? Prit kur t'na ke zënë në i pusi. Ti e një Sulën. Po. Gjithçka ka filluar të rindërtohet. Por më kryesorja është se populli ndjen se diçka jashtëzakonshme po nis në jetën e tij. Po përmbyset një jetë dhe po fillon një jetë tjetër. Ec njerëz pa të lumë jemi ne që jetojmë në kohra të tilla. Dhe ne punojësit e partisë kemi përgjegjësi të madhe për çdo hap që bëjmë. Ashtu është. Bota e vjetër duhet të vdesë. Dhe ne nuk duhet të kemi pikë mëshire për të. Sepse ajo nuk ka pasur kurrë mëshirë për Vegjëlin. Ata na fërkojnë krahët. Disa duan t'i shpëtojnë fortunës. Ja për shembull Latif Bora thotë se të gjithë popull shqiptar jemi të pasur dhe të varfër bashkë. Jo, kur jo. Tatimet do t'i paguajnë gjë në 100, sepse ato para që i kanë ja kanë vjedhur popullit. Le t'ja kthejnë. Ose di populli se që bën me ta.
Sulio, e sheh? Na ka zënë prit të tashun. Më falë, Sulio. Ama, unë më gëre me Jorgjin shëkoshtu. Si pse? Betat e tere shpis. Kush më le të futen brënda? Po unë të thash që do të bënohen ca. Mirë më vëlla mirë, po hajde gje e vetë fjallën me gruan time se. Mirë. 3 heri kanë ngrohur gjellët deri tani, 5 herë më kanë zirë në rrugë të kërkoj. Mirë. Vi unë doja autokritik për para Jorgjis. Hajde shkojmë. Shkoni ju, unë nuk vi. I thash edhe shokut Astrit. Pastaj sonte më takonte mua, po ti dole mi shpejt. Kam ca punë për të bërë, pa do të vija dhe unë. Të morë, ma arrestoj ky mua, dhe s'ke që bënë. Shkoni ju pa puna. Natë në mirë. Natë në mirë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Goni këtu qenë këti? Pse ka që vonë? Për mora unë të keqen se u mërzit djali vetë. Mirë, hajde tani. Thuaj natën e mirë nën kalir dhe të të fatës. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë nën kalir. Natën e mirë të keqen nën. Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë, mre. Ti e ngre Goni? Po. Detyrat i bërë? E po mirë, birë. O babi, të të fatët do më bëj një palë çorape. Mirë, flitani. Natën e mirë. Natën e mirë.
Kemi ndonjë gjë të rënë? Ka dhe fshatar që kërkon komandant. Mbase pleton me ju shokulati. Ka që në mëngjesi pret për komandanti lajmëroj se nuk vjen sot. Të mirë, le të hyj. Si urdhon. Komandanti sot nuk vjen, prandaj do bisedosh me një shok tjetër. Ti e di, më tjerë. Unë të thash. Puna ime është për komandantin. Njësoj, Xhaxha, njësoj. Edhe ky shoku nga të komandës është. Ti e di. Hallet e mia mos i paste dhe hasni. Nuk ka qenë Xhaxhaj kur në përzyra, po halli thuaj që nuk bën. Haj që i preft kolera të ligjt. E nuk na lanë rehat, jo. Këtu? Aty, trokit edhe futu. Pa çorapën. Hyrë. Si që me këtu e lati. Kje së. Po si s'me bajti me ndja mua shushu se në komandë është Latif Bora. Të pref që a kallë, më nëso. Bej. Po ka shumë të rjetë buri në bleqeria, Latif. Ullu. Urdra? Ullu. Si ke punë? Mos një pacha dhe mos qafshë. Mos bësi gruar sot. Thuaj çfarë halli ke? Hatë ke që sot. A halët e mia që më marrë të lumi. Nuk bëna lënë të hamë një kafshat të bukër e hatë. Nuk bëna lënë që i shoftë përëndia me gjisej. Ishte punën Saliu dhe t'i shtatë mërëm të kurdë. Puna Saliu? A të mëra folë si që puna? Më herdi Katili. Më mërtheu dhe më tha të shtrokonak. Rovolën të koka ma ban të qeni. Qfar do të bënja unë dhe gjilimi? Në ngriu gjakull dhe nuk në lare hatë gjo zotë në litare pafsha. To nga erdi dhe shta? Di unë më relativ gjani. Emri dhe piu që i pashta randove. Mirë ato. Po me djalin qpati. Qpati që më nëziu faqe për të jetën, qpati. Nuk më gop fatilik me mua. Njëherë më nëziu faqen. Prap tani, pse more zot? Se orti që jenë qjellë dhe i shef të gjitha. Hajde more thuaj çfarë kanë gjarë. Drejgjit të mori. Për lidhi. Dhe më mori djali me vehte që e zënë që dënesat e një plaku e mos paftë ti të bardhë kur me sy. O do të vijë me mua, tha, o ndryshe do t'ja hedh trut në herë. Mbaja dorën të ligut, asot. Ma mori djalin dhe ma nëziu faqe. Si t'ja bëj tani? Ku të vete? Ku të mbyllë? Kur iku nga ty nga jam bajti? Nga ana e pyjeve të gjina rrugës. Të vej ushtria tani, ati e së kriminellit. Ha më relativ, pa më thua një fjalë, se po mikën fiqiri që e pres përëndia judën. Mirë.
Shkoti pa e shohim vetë në këtë punë. Ti e ditë ka qesonde. Mos më marrë me qafë qeveria, se nuk kam çfarë t'i bëj fatit tim të zi. Do të më dënoj edhe më dënon. Kujdes more djema se mos bini në lumë. Po pse nxitoni xhanëm, apo doni të myteni? Një tjeta më rëshok. Një tjeta. Gëzua shemi se na herdër. Mos e kova që Andrea Gjarë. Po si të them, nga ja pia, ajo Andrea Gjarë ja kështu si hunë vjen në lakë dhe qime kuq. Po, ele. Vi me punë. E shikoj. Me makinë ushtar, mos i një gjesho ku të morë. A i vetë. Ta marë e mira, ta marë. Vetëm njeli kam pakshë ku të morë. Misë rarët. Ja, këpëz e kemi si pun Kovaqane. Që pyet? Kovaqani thënë që se Kovaqëris s'mund të bësh dot. Po pse? Atë pyet e myra mo shoku të morë. Pa nuk është se s'kemi gjyryk. Ka 2 javë që më ngopi me lafe. Gjyryku do të vi nga Kuqova, më thonë. Sa thonë do vi nga Lushnja. Që deri mathu bë për një gjyryk. Nuk t'i them këto që të mërzis, po. Ja, qajmë halet. Se të tëra do të bëjnë. Edhe gjyryku do të vijë. Por jemi shtëpia e re dhe i mbajmë syt nga dera. Këtu more shoku Regjo, punohet apo çfarë është bërë? Se marrë do të me mëndë se si do t'a bëjmë urën për 68 ditë. Të siguroj unë, as për 68 javë jo. Me ka mbajtur kohë atërë shoku të morë. Ka 7 ditë që vetëm rrjedhë. Edhe kushte teknike nuk i kemi. Kushte teknike? Bie shi. Po. Edhe ne mbasi e kemi fajete. Do që ti kumandarësh mirë këto punë shoku të morë, po ja edhe që nuk dim. Po nuk ka kushte teknike për puna, thënë. Edhe ne i lam pjetore punëtorët. Kush qenë këta që ju thanë se nuk ka kushte teknike? Po tekniku, a gjem kasua. A i di më mirë të punë. Këti i thua shiti shoku Regjo? Pa mere lopatën edhe nisu në punë? Hajt ti pari. Shoku të morë. Avokat lej që ti bëjmë më vonë. Nisu të tash dhe leri lafe. Dhe ato që thoni se punëtorët nuk punojnë, merini prapa. Ne kemi luftuar me Gjermanin në mes të plumbave. E nuk po puno kemi do se bien 2 pika shi. Rio Regjo, për kokën tënde ama. Komunisti bien pozitat e një. Mos të nxe shoku të morë. Nuk i kam ha këto fjalë. Puna jon, e imja, e jotja, e të gjithëve tani ishtë atje. Te kura.
thua shi shoku të morë, e me këmë të mbarë. Po si je, djali si je ke. Mirë, more, Zalo, po ti si ke. Mirë të keqen Zalva, mirë, gjuna të qajnë. Po ju, more, shok, si jeni? Mirë. Po në mbanë greqi, rodhi. Lere, lere. Unë bëllën brenda, në kalbi. Kemi ardhur për të punuar. Koha nuk po në mban, por më ngjan edhe jemi dorëzuar. Po shti besh të lane kisurës. Nuk po në mban të shkret. Po na duhet urra, vëllezër. I kemi dhënë fjalën komandantit se do ta bëjmë për 68 ditë. Se ja, naftën e kemi në Kuçov, e nafti duhet gjithë Shqipërisë. Pa bereqeti duhet të vije të shkoj, pa materialet, qeresteja, një dynja punësh lidhen me urë. E pra, bet Shqipëria e re pa ura? Jo, vëllezër, jo. Zbet. Urat na duhen 1 saat e parë. Prandaj nuk na ka hije të ngrem duart për pjetë pse bien 2 pika shimore, shok. Kurrën e kurrës. Por edhe me detyrim nuk çojmë njerin në punë. Ju këtu jeni vullnetar dhe keni ardhur për një qëllim. Unë po ju them vetëm kaq. Troç muhabeti. Punët i kemi keq. Prandaj, a i japim një sulm, si partizanët. Si thoni? Shkojmë dhe ne.